Alban Xhaferi mendon se është ende shumë herët për të bërë diskutime rreth titullit kampion në Shkodër, pavarësisht startit të mirë të kampionatit që kanë bërë shkodranët. Presidenti Kuqebluve foli para gazetarëve për situatën e skuadrës, që shpreson të vazhdojë me ritme të larta për të arritur në fund trofeun e shumë pritur në Shkodër. Në fjalën e tij, Xhaferi u tërhoqi veshin lojtarëve të Vllaznisë, teksa tha se ata duhej ta zgjidhnin më përpara ndeshjen me Teutën. Është herët për të folur për titullin, mendoj që kemi një fillim të mirë, sidomos ndeshjet e para, ndeshja me Gnada ishte shumë e mirë me Partizanin gjithashtu. Sigurisht që kemi punë për të bërë, sepse ndeshjen e kaluar me Teutën mendoj që na duhet ta fitoshim, duhet ta zgjidhim më herët ndeshjen, nuk po të marr arsye pse ta çojmë në fund për të rrezikuar dhe barazimi sigurisht që nuk ishte rezultati mendoj më i drejtë si lojës, por duhet ta përgëzoj edhe Teutën për futbollin dhe për atmosferën e mrekullueshme që ishte atë ditë në stadium. Xhaferi tha se Elbasani po bën diçka të veçantë në këtë kampionat, ndërsa shtoi se dy legjendat kuqeblu siç janë Edi Martini dhe Vjoresin Sinani do të bëjnë maksimumin për të arritur objektivin e Vllaznisë. Mendoj se këtë sezon kemi skuadra me të vërtetë forta, rikthimi flamurtarit vetvete është edhe një risi, po gjithashtu ka përqenë një surprizë mendoj në vazhdimësisë, por edhe skuadra tjera që me emër që kanë dhënë kontribut si Dinamo, Gnada, Elbasani është duke bërë diçka me të vërtetë veçantë. Kështu që mendoj që do të keni kampionat fort edhe do shohim futboll të bukur. I bëj thirrje tifozërisë shkodane që na njekin sa më shumë stadium. Vona e ekipit është herët për të folur, mendoj se kemi bëjë merkato të mirë, të pëlqyeshme. Profesor Martini bashkë me profesor Sinonin mendoj që janë në pozicionin e tyre më të mirë dhe dy legjenda të tilla mendoj se do bëjnë më të mirë për të arritur ata qëllimet tona për titullin. Optimizmi në Shkodër është i madh, por presidenti Xhaferi kërkon që ekipi i tij të jetë me këmbë në tokë deri në fund të sezonit.